të tillë, sepse nga opozita në fakt është thënë qysh javë më parë, muaj më parë se Osmani ka vendosur këtë datë për ta favorizuar lëvizjen vetëvendosje. Dhe mbase një deklaratë e tilla mund të lexohet edhe si një autogol për vet Osmanin, si pas ka bërë çefi një partie politike? Po, në fakt ajo vetëm e vërtetoi një shkelje flagrante të rolit të presidentit, i cili duhet të jetë i paanshëm edhe në veprime, dhe ajo ka të regu në vazhdimësi që ka qenë shumë e anshme dhe ja ka mbajt krahun në vazhdimësi Albin Kurtit. Po kjo nuk flet vetëm për zonën Osmani. Kjo flet që kërkesa me shkel këtë parim të presidencës ka ardhur prej Zotit Kurti, insistimi ka ardhur prej Zotit Kurti, pra ata janë bashk pjesëmarrës në këtë kërrim elektoral. Në fajës të dëve, ka pas një presion nga ana e tij, edhe ka pas një nënshtrim nga ana e saj, për çka? Jo me fitu Kosova, jo me fitu qytetarët, po me dredh rezultatin zgjedhor edhe me kalibru rezultatin zgjedhor në mënyrë që kjo me i konvenu Albin Kurtit me armë pushtet, edhe Albin Kurti me akthy një favor me bo Vjosa Osmani presidente. Dhe çfarë bëri Zoti Kurti, e bëri ato që din me bo mas mire, me atë thik pas shpine që ja bani zonës Osmani, edhe kështu është politika, do më thonë zona Osmani është veç një viktime radhës politike e Zotit Kurti, edhe kjo është historia e marrëdhënieve të tyre. I përmendit edhe pak më parë shkeljet kushtetuese nga lëvizja vetëvendosje, për çka foli edhe presidentja aktuale Vjosa Osmani, duke thënë se vetëvendosje ka shkelur me 10 herë pra kushtetutën e vendit gjatë këtij mandati. Kam fjalën për qeveri, jo si parti politike. Dhe nëse një presidente thot një gjë të tillë pak javë para përfundimit të mandatit të saj, çfarë treguesi është kjo për presidentën e cila do duhet të ishte gardiane e kushtetutës? Po, unë mendoj që e thash ato që a thot zonja Osmani tash tuti është duhet me i besu pak ma shumë se sa. Po pse pikërisht tani po i thot të njëjtat, pasi nuk arriti të propozohet për presidente? Unë jam shumë i sigurt nëse kish luajtur rolin e presidentës, qysh e parashe edhe kushtetuta e Republikës Kosovës. Zonja Osmani është dashur me sfidu Zotin Kurtin që nga dita e parë. Sepse këto kërkesat e tij me shkel kushtetutën, kërkesat e tij me bë marrëveshje dëmshme për Kosovën, edhe i ka bë, janë të kahershme. Zonja Osmani sot pranon që ato që Zoti Kurti ka pranuar me fuqi që është e dëmshme për Kosovën. Por do t'ja bënte një nder shumë më të madh Kosovës, po ta thoshte në ditën kur është pranuar ajo marrëveshje. Që edhe sot pi bën nder Kosovës, që po tregon